Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se nuk ka as pak ambicie personale për të rizgjedhur apo për të qenë kandidat për president. Sipas mediave turke, në deklaratat e dhëna gjatë një fluturimi të kthimit nga një samit në Budapest, Erdogan ka thënë se duhet një kushtetutë e re, jo për të, po për vendin. Ne duam një kushtetutë të re, jo për veten tonë, po për vendin tonë. Nuk kam asnjë hall të rizgjidhem apo të jem sërish kandidat. Ajo që na shqetëson është si të rrisim më tej dinjitetin dhe reputacionin e vendit tonë në arenën ndërkombëtare, raportohet e shprehur presidenti turk. Ndërkohë, nga ana tjetër ka ardhur një reagim i ashpër nga opozita, ku nënkryetari i grupit parlamentar Ali Mahir Basarir i është përgjigjur Erdoganit në lidhje me deklarata për kushtetutën, duke i thënë se nuk mund të bëhet më president për shkak të ndryshimeve kushtetuese që i ka bërë vetë. Prandaj s'kap se tregohet sikur po bën nder. Duke thënë se nuk do të jemë kandidat, nuk po na bën ndonjë nder, sipas kushtetutës që vetë ke hartuar, nuk ke më të drejtë të kandidosh, pra nuk mund të jesh më kandidat. Ne tham le të ketë zgjedhje në nëntor, ta shpëtojmë këtë vend dhe popull të marrë frym, por ti nuk lejon as këtë. Atëherë është e qartë që nuk do të jesh më kandidat dhe kushtetutën e re do ta bëjnë deputetët e mazhorancës së re që do të dalin nga zgjedhjet e ardhshme, ka thënë Basarir. Deklaratat e fundit nga politikanët turq që rikthejnë edhe një herë debatin mbi kufizimet kushtetuese për mandatin presidencial dhe qëllimin real të iniciativës për ndryshimin e kushtetues në Turqi.